Horoskopi ditor, 23 janar. Energjit dhe mesazhi për çdo shenjë. Data 23 janar sjell një energji më të drejtë për drejtë, ku shumë gjëra bëhen më të qarta, por kërkojnë përgjegjësi. Kjo ditë nuk favorizon shmangjen, por përballjen e qetë me realitetin. Disa shenja do ndjejnë nevojën të marrin vendime të vogla, por të rëndësishme, ndërsa të tjera do kuptojnë se durimi është zgjedhja më e mençur. Energjia e kësaj date kërkon ekuilibër mes mendjes dhe ndjenjave, sepse çdo teprim krijon lodhje të panevojshme. Vëmendja ndaj detajeve bën diferencën. Dashi. Energjia e 23 janarit të fton të veprosh me më shumë maturi dhe jo me impuls. Në punë, një situatë kërkon durim dhe komunikim të qartë për të shmangur keqkuptime. Mos e merr gjithçka si sfidë personale. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të dëgjosh përpara se të reagosh. Një qasje më e butë sjell harmoni. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve të nxituara. Emocionalisht, ndihesh më i qetë kur nuk nxiton. Kjo ditë nuk është për prova force, por për vendime të menduara. Kur kontrollon ritmin dhe fokusohesh te ajo që ka vërtet rëndësi, ndihesh më i sigurt. Energjia e ditës favorizon stabilitetin dhe veprimet praktike. Çdo hap i matur sjell përfitim afatgjat dhe qartësi më të madhe për rrugën përpara. Demi. Data 23 janar sjell nevojë për stabilitet dhe qartësi praktike. Në punë, përqendrimi te detajet dhe përfundimi i detyrave të mbetura sjell ndjesi sigurie. Mos u shpërqendro nga gjëra dytësore. Në marrëdhënie, qetësia jote krijon besim dhe afrimitet. Një bisedë e thjeshtë forcon lidhjen emocionale. Financiarisht, dita është e përshtatshme për organizim dhe planifikim, jo për rreziqe. Emocionalisht, ndihesh më i balancuar kur ndjek një ritëm të qëndrueshëm. Kjo ditë favorizon durimin dhe zgjedhjet e mençura. Kur vepron pa nxitim dhe i beson procesit, gjithçka rrjedh më lehtë. Energjia e 23 janarit të ndihmon të ndërtosh siguri të brendshme dhe të marrësh vendime të qarta për hapat e ardhshëm. Binjakët. Energjia e 23 janarit kërkon fokus dhe organizim mendor. Në punë, është e rëndësishme të mos shpërndash energjinë në shumë drejtime njëkohësisht. Përqendrohu në një prioritet kryesor. Në marrëdhënie, komunikimi i qartë ndihmon në shmangjen e keqkuptimeve. Një sqarim i vogël sjell lehtësim emocional. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla. Emocionalisht, ndihesh më i qetë kur ke strukturë. Kjo ditë nuk është për vendime të nxituara, por për rregullim mendimesh dhe plane. Kur organizon idetë dhe vepron me qetësi, ndjen qartësi të re. Energjia e kësaj date të mëson se fokusi sjell më shumë qetësi se sa lëvizja e vazhdueshme pa drejtim të qartë. Gaforja. Energjia e 23 janarit të fton të mbrosh ekuilibrin emocional dhe të mos e marrësh gjithçka personalisht. Në punë, një kritik ose vërejtje kërkon qetësi dhe maturi. Reagimi i matur sjell respekt. Në marrëdhënie, ndjen nevojë për siguri dhe mirëkuptim. Shpreh ndjenjat pa u mbyllur në vetvete. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht, ndihesh më i fortë kur i vendos kufi të qartë vetes dhe të tjerëve. Kjo ditë nuk është për vendime të mëdha, por për përkujdesje dhe reflektim. Kur dëgjon nevojat e tua dhe nuk i anashkalon, qetësia e brendshme rritet dhe zgjedhjet bëhen më të qarta. Luani. Data 23 janar kërkon që luani të balancojë dëshirën për udhëheqje me bashkëpunimin. Në punë, qartësia në komunikim dhe respektimi i roleve shmangin tensionet të panevojshme. Një përgjegjësi e vogël e marrë me seriozitet rrit besimin. Në marrëdhënie, prania dhe dëgjimi pa ndërprerje forcojnë lidhjen. Gjestet e thjeshta kanë ndikim më të madh se fjalët e mëdha. Financiarisht, dita favorizon rishikim buxheti dhe vendime të maturuara.
Emocionalisht, energjia stabilizohet kur nuk kërkon vëmendje të vazhdueshme. Kjo ditë nxit maturinë dhe respektin reciprok. Kur vepron me zemër të hapur dhe qartësi, rezultatet bëhen të qëndrueshme. Mbrëmja sjell ndjesi përmbushjeje, nëse ruhet ritmi i shëndetshëm dhe vlerësohet përparimi real. Durimi, vetkontrolli dhe menaxhimi i energjisë personale ndihmojnë në ruajtjen e autoritetit, pa imponim, duke krijuar harmoni afatgjat në bashkëpunime dhe vendime të përditshme, me qartësi, etikë, përgjegjësi dhe respekt të ndërsjellë gjithmonë. Virgjëresha. Data 23 janar thekson organizimin, qartësinë dhe disiplinën mendore për virgjëreshën. Në punë, përfundimi i detajeve të hapura sjell lehtësim dhe besim. Analiza e matur ndihmon, por shmang perfeksionizmin e tepruar. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë krijon afrim më të fortë se kritika. Një bisedë e qartë zgjidh paqartësi të vogla. Financiarisht, dita favorizon planifikim dhe rregullim buxheti pa rreziqe. Emocionalisht, stabiliteti rritet kur lë hapësirë për fleksibilitet. Kjo ditë mëson se jo çdo gjë kërkon kontroll absolut. Kur i beson procesit dhe ruan ritëm të qëndrueshëm, qartësia rritet. Mbrëmja sjell qetësi mendore, nëse respektohen kufit dhe pushimi. Praktika e përditshme, durimi dhe kujdesi ndaj vetes mbështesin përparimin gradual dhe rezultate afatgjata. Përkushtimi i balancuar, komunikimi i matur dhe vlerësimi i përpjekjeve të vogla ndërtojnë siguri reale dhe paqe të brendshme të qëndrueshme. Peshorja. Data 23 janar kërkon ekuilibër dhe drejtësi në vendime për peshoren. Në punë, bashkëpunimi i hapur sjell rezultate më të mira se hezitimi. Qëndrimet e qarta shmangin keqkuptime. Në marrëdhënie, dialogu i ndershëm forcon besimin dhe afrimin emocional. Një sqarim i vogël sjell qetësi. Financiarisht, ruajtja e masës dhe shmangia e shpenzimeve për të kënaqur të tjerët mbrojnë stabilitetin. Emocionalisht, balanca arrihet kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo ditë favorizon zgjedhje të menduara dhe respekt reciprok. Kur vepron me integritet dhe qetësi, ndihesh më i sigurt. Mbrëmja sjell ndjesi harmonie, nëse prioritetet mbeten të qarta. Reflektimi i matur, pushimi i nevojshëm dhe vëmendja ndaj nevojave personale ndihmojnë në ruajtjen e energjisë. Qartësia, durimi dhe vendimet e vogla të qëndrueshme krijojnë stabilitet emocional dhe marrëdhënie më të shëndetshme afatgjata. Akrepi. Data 23 janar sjell thellësi dhe nevojë për sinqeritet për akrepin. Në punë, vendosmëria dhe transparenca ndihmojnë të mbyllen çështje të vështira. Shmang manipulimet dhe zgjidh rrugën e drejtë për drejtë. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë komunikim të hapur. Mbajtja e sekreteve krijon tension të panevojshëm. Financiarisht, vëmendja ndaj detajeve mbron interesat. Emocionalisht, lëshimi i kontrollit të tepërt sjell çlirim. Kjo ditë favorizon transformimin dhe pastrimin e energjive të vjetra. Kur pranon fundet e nevojshme, hapet hapësirë për fillime më të pastra. Mbrëmja sjell qetësi dhe stabilitet nëse vepron me ndershmëri dhe durim. Reflektimi i thellë, pushimi dhe besimi në proces mbështesin rigjenerimin. Qartësia vjen gradualisht, duke forcuar vendime të qëndrueshme dhe marrëdhënie më të sinqerta. Shigjetari. Data 23 janar të fton të rishikosh drejtimin dhe pritshmëritë personale. Në punë, është e rëndësishme të mos shpërqendrohesh nga ide të shumta pa i çuar deri në fund. Një zgjedhje e qartë sjell lehtësim. Në marrëdhënie, sinqeriteti mbi planet dhe qëllimet shmang paqartësitë. Një bisedë e hapur forcon besimin. Financiarisht, dita kërkon maturi dhe shmangje të shpenzimeve të nxituara. Emocionalisht, ndihesh më i qetë kur ke një vizion të qartë. Kjo ditë nuk favorizon rreziqe, por përqendrim dhe reflektim. Kur vepron me vetdije dhe përgjegjësi, qartësia rritet.
Mbrëmja sjell ndjesi përmbushjeje, nëse ndjek ritmin personal dhe nuk nxiton. Durimi, besimi dhe organizimi i mendimeve ndihmojnë në ndërtimin e stabilitetit dhe qetësisë afatgjallë. Britsjapi. Data 23 janar thekson përgjegjësinë dhe konsistencën për britsjapin. Në punë, përpjekjet e vazhdueshme fillojnë të vijnë re, edhe nëse rezultatet nuk janë të menjëhershme. Mos e nënvlerëso progresin e vogël. Në marrëdhënie, kërkohet më shumë prani emocionale dhe më pak distancë. Një gest i thjeshtë përforcon lidhjen. Financiarisht, dita është e përshtatshme për planifikim dhe rregullim strukturash. Emocionalisht, ndihesh më i sigurt kur ruan kontrollin e brendshëm dhe jo imponimin. Kjo ditë favorizon durimin dhe vendimet e menduara. Kur respekton kufit personal dhe ritmin tënd, qetësia rritet. Mbrëmja sjell stabilitet dhe reflektim të thellë, duke ndihmuar në konsolidimin e qëllimeve dhe besimit në rrugën e ndërtuar gradualisht. Ujori. Data 23 janar sjell nevojë për riorganizim dhe qartësi mendore për ujorin. Në punë, idetë inovative kërkojnë strukturë që të realizohen. Mos u nxit nga entuziazmi i momentit. Në marrëdhënie, komunikimi i drejtpërdrejtë ndihmon në afrimin emocional. Distanca e panevojshme krijon paqartësi. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon kujdes ndaj detajeve. Emocionalisht, ndihesh më i balancuar kur nuk ndikon nga presioni i jashtëm. Kjo ditë favorizon reflektimin dhe rishikimin e prioriteteve. Kur bashkon origjinalitetin me përgjegjësinë, fiton qartësi dhe siguri. Mbrëmja sjell ide të reja dhe ndjesi lirje të brendshme, nëse i jep vetes hapësirë për qetësi dhe mendim të thellë. Peshqit. Data 23 janar të fton të përqendrohesh te mirëqenia emocionale dhe vetkujdesi. Në punë, është e rëndësishme të mos përfitësh tensionin e të tjerëve. Qartësia në komunikim shmang keqkuptime. Në marrëdhënie, ndjeshmëria rritet dhe kërkon siguri emocionale. Shpreh ndjenjat me qetësi dhe sinqeritet. Financiarisht, dita kërkon maturi dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht, ndihesh më i qetë kur respekton kufit personal. Kjo ditë nuk është për sakrifica, por për balancë dhe reflektim. Kur i jep vetes hapësirë për pushim dhe qetësi, energjia rigjenerohet. Mbrëmja sjell harmoni të brendshme dhe ndjesi pranimi, duke forcuar besimin në rrjedhën natyrore të gjërave. Energjia e 23 janarit kërkon qetësi, përgjegjësi dhe vendime të ndërgjegjshme. Kjo ditë nuk favorizon nxitimin, por veprimet e menduara dhe zgjedhjet që ndërtojnë stabilitet afatgjallë. Çdo shenjë merr një mesazh të ndryshëm, por thelbi është i njëjtë. Qartësia vjen kur ndalon së luftuari rrjedhën dhe fillon ta kuptosh. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe thuaj si po e përjeton këtë energji. Pëlqej videon për të mbështetur parashikimet ditore. Abonohu që të mos humbasësh asnjë mesazh për ditët në vijim. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për qartësi këtë ditë.